Unë nuk besoj fare, me pak angazhim, nëse shkohet në zgjedhje, që s'kisha pas qef, nëse shkohet në zgjedhje parakoshme të reja, nuk mundet më vendosja në gjykimin tënd paktën me përsërit narracionin e njëjtë edhe me korë suksesin e njëjtë. E përsin morale e ka humb, nuk mundet më ta me fol për përsin morale. Pas vetëvendosja nuk po e prat atë në letrën që ja ka dërguar LDK-s, ka thonë ne shkojmë zgjedhje për 60% absolutisht. Tash Kurti në fushat sa i barabart, por nga morali me këtë parti tjera. Kemi pa afera korruptive, bile më të larta se në qeveri tjera. Afera e Martin Berishajt, është super skandali më i madh. Këto kontratat e jashtëligjshme sipas gazetarëve të Faton Pecit, këto ti përmendin fushat njerëz. Prandaj ti atë kredibilitet, atë puritanizëm politik që ke pasur para nuk e kije. Prandaj 51% më është i pa arritshëm për vetëvendosjen. Ky është leximi jam për dallimin prej Ermalit. PDK-ja? Po, për letrën, po menoj që kur dy taborët i kanë prek limitet e njëna tjetrës dhe limitet në kuptimin që ja din mundësit dhe pa mundësit, menoj përpjekja atyne politike ka kaluar në rrafsh më shumë, po menoj simbolik, veprimi tyne mendohet më shumë për prestigj dhe për rentabilitet elektoral, se sa me banaj dërman, ose ndaj dërman në funksion të zgjidhje që soi nyjes gordiane. Në këtë prizmë, në këtë dritë i këm pa paka shumë edhe dy letrat edhe të PDK-s dhe të LDK-s. Gjithsesi ofertën e PDK-s për... Të Kurtit hiç, a? Po, krejt. Letra Kurtit ishte fillim i fushatës në Labinot. Po. Fushatën e ka nisë Kurti me letër. Po flasëm për këtë letër, se kena folë për të Kurtit. E kemi diskutu 2-3 herë, po flasëm për PDK. 3 letra i ka bërë Kurti, më shumë se këta tjertë. Po. Ka 2. Të fondit si ka rafart. Në këtë prizme, e këm pa sidomos letrën e PDK-s dhe të LDK-s, dhe me thonë, jënë të emenu veç një proces elektoral, dhe me thonë... Janë fushat, po. Dhe me thonë, nuk çdo veprim i tyre, çdo simbolika që po operojnë me to, e kanë idenë të zgjedhjes. Të zgjedhjet e ardhshme. Ai konvenojnë zgjedhjet LDK-s dhe PDK-s. Në çdo kushte që është situata bllokuar, ata po mendojnë që kanë me pas një proces elektoral që ka më sjell vota në mënyrë më solide. Dhe me thonë, unë menoj ndryshe, po se di ku e varën ata. Ku e varën shpresën ata. Nëse unë nuk peshoj këtë lidhje. Ka ushqy iluzionin aty se një proces i jashtëm elektoral ka me qenë ma solid për ta, nuk e di veç. Unë nuk e shoh këtë letër. Zgjidhja cila është? Nuk e shoh këtë letër ose zgjedhjet ose bashkëpunim. Ata mund të shkojnë matematikisht për 4 vjet. Çdo 6 muaj nga një deputet po i bie, nga 1% po i bie se ka humbur lëvizja vetëvendosje. Kështu se 6 muaj kanë kaluar edhe 1%. Na shta llogarisën edhe në këta. Sa ashtu i bie. Nuk peshoj këtë letër që është ndryshim i pozicionit të Partisë Demokratike të Kosovës nga fushata zgjedhore. Edhe pas fushatës e kanë të njëjtin pozicion. Pra nuk është investim se po shkojmë zgjedhje dhe të ndrojmë pozicionin. Tam sinqert nuk e pash as të lumirit si një pozicion që po dën me çu vendin zgjedhje. Ai po kërkon edhe pak a shumë edhe këto, pa marrë parasysh për argumentet që i përmende se po dën me hek prej LDK-s që ndoshta edhe ka të drejtë për shkak të radhitjes dhe fuqisë politike dhe po dën me kthy PDK-ja tek presidentja. Megjithatë edhe PDK edhe LDK po dojnë një zgjidhje më kreative se sa nga zgjidhjet ekzistuese që janë sot në tavolinë. Ne veç duhet me konfrontu realitetin. Lëvizja vetëvendosje i ka 56 vota. Ndoshta nuk i merr tritnismës, prap është mungesë. Një koalicion i partive opozitare po shihet që ka probleme serioze, sepse nuk po bëhet. Për ndryshe i zhboni marrëveshje politike në mes tyre. Ka disa deputet, e kemi pa edhe publikisht, të paktën njëri LDK-s që ka thonë nuk e votoj, pastaj si duket, megjithatë po flasëm për një periudhë kohore nënmujore, një qeveri me 62 deputet, nëse i kalon, nuk ishte me sjell të mira tek qytetarët dhe pak a shumë pajtohem me ju se do argumentet Kurtit që mas miri do të ndriçoheshin me Kurtin kryeministër sikur situata në veri, do të shkaktojshin amulli sikur të ishte një qeveri e opozitës. Një qeveri teknike apo një qeveri që me një mandat qartë nënmujor, po që do të mbronte buxhetin e shtetit, interesin e popullit, që të kemë qeveri deri në mars
besoj që nuk është një zgjidhje, nuk është zgjidhje imja, po të paktën është një temë shumë më e mirë me diskutu liderët e partive politike, se sa ato çka është të e bove të vendosja. Sot që po shkon po mundohet me grabit dyshysh ndaj deputet, po e shohim po i trasin, po i shohim njerëz të lëvizjes vetëvendosit të thirr babën e këtij deputeti apo atij deputeti. Po vazhdon kjo, thoni. Po vazhdon, poshta dhe në mënyrë. Nëse bën veç një argument lidhur me letrën, e thash edhe në fillim të fjalisë, po mendoj të letrën e PDK-s, po mendoj që kështu e demonstron një farë përpjekje kështu antidemokratike, sepse thash edhe më herët që don me ekskomuniku një parti që është me madhe që ka fitur. Është antidemokratike. është demokratike, valla. Sepse s'pëndëm vullnetin e një shumicë. Jemi në demokraci përfaqësuese. Jemi në demokraci drejtpërdrejt. Po është partia po pse me ekskomuniku. Jo, PDK-ja po thot, le të kalon kësaj afati kushtetues e bëjmë na qeverinë. Tjerë republikë parlamentare. Nuk je demokracia drejtpërdrejt. Edhe nuk është hiç injorim i vullnetit. Asnjë tro. Veç pak, cila qëndrimi origjinal i Albin Kurtit? Në republikë parlamentare thotë nuk ka rëndësi i pari ngar, ka rëndësi shumica parlamentare. Po operojmë me atë standard. Çat standard në rrugë paradigmë që kanë rregull kota kushtetuese në 2014. Po qeveri jo. Këta ku e kanë letër ti? Mos të operojmë me s'ka lidhje. Për parlament kanë ndru për qeveri. La marr 42%. Po s'ka lidhje, je republikë. Se që ky, a bedin, që kjo moralizimi i vetëvendosjes, dalin a thënë, Albulena i ka 300.000 vota, e klasë me votojnë. Nuk ka rëndësi, ty të bon kryekëvendare kuvendi, nuk të bon qytetari. Këto broqka nuk kam mirë mi hongërna. Pra jemi në republikë parlamentare, në demokraci përfaqësues. Nuk e libin këta në kuvendi. Veç nëse një